nuk mund të kesh hall ti kur ti je në rregull me rrogën që ke. Këto, nëse unë mendojmë, nëse këto thonë që unë jam i shit Edi Rama, nuk jam unë i shit Edi Rama, se janë ato që marrin e pranun rritjen e rrogës deputetëve nga Edi Rama, që shkon 3 milionë ca lek. Po flasin me lek vjetra që edhe njerëzit na kuptojnë me që është në zhargon. Ti je i paguar nga Edi Rama. Sepse kur tha Edi Rama që do të rritet rroga e deputetëve shqiptar, ishe dakord, votuan gjithë pro. Po unë nuk jam i paguar nga Edi Rama, se në fund të muajit bankomati nuk është nuk mi derdh mua lekët e Edi Rama, ti derdh ty. Ti shkon te bankomati të tërheq lekët e Edi Ramës për ta bërë në kuptimin literal të fjalës. E pastaj dalun i paguar nga Edi Rama se mora pjesë tek takimi i zotit Saliani. Do marr pjesë te takimit të zotit Saliani. Do shkoj prap. Nëse nuk do t'i vazhdojë zoti Saliani, do t'i vazhdojë një njeri tjetër, do shkojë tek ai tjetër që do t'i vazhdojë. Mjafton të jetë demokrat. Mjafton që të ketë qëllime pozitive dhe qëllime të qarta për Partinë Demokratike. Kush do të jetë? Nuk është luftë emrash kjo. Është luftë principesh, është luftë parimesh, nuk është luftë karrikesh.